Kryetari i ri i Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, hyri sot në zyrën e tij pas një bllokade nga deputetët e VMRO-DPMNE-s. Zoti Xhaferi ka marrë mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë atje, Isak Ramadani. Kryetari i ri i Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, hyri sot në zyrën e tij një ditë pasi deputetët e partisë VMRO-DPMNE të shoqëruar nga kryetari i saj Nikola Gruevski dhe ish kreu i Parlamentit Trajko Velanovski e kishin zaptuar atë. Zoti Xhaferi pas kësaj e ka pritur mysafirin e parë në kabinetin e tij, ambasadorin e Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Ky i fundit ka shkruar në rrjetet sociale se i kishte shprehur gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të bashkëpunuar me të mbi reformat e duhura për integrimin euro-atlantik të Maqedonisë. Zoti Xhaferi ka marrë mbështetje edhe nga Britania e Madhe, ministria e jashtme e së cilës bën thirrje për transferimin pa pengesa dhe të padhunshëm të pushtetit tek koalicioni i shumicës së zgjedhur parlamentare. Ndërkaq para 2 ditësh vetë ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hojti ishte në Shkup, ku takoi mes tjerash kryetarin e ri të parlamentit, ndërsa nënvizoi nevojën e formimit sa më të shpejtë të qeverisë dhe heqjen e pengesave ndaj proceseve demokratike. Edhe Berlini këto ditë është shprehur në një vijim me komunitetin ndërkombëtar për sa i përket zhvillimeve dhe krizës politike në Maqedoni. Ndërkohë, partia VMRO-DPMNE vazhdon të mos e njoh legitimitetin e kreut të ri të parlamentit, pasi ligjvënësit e partisë mbajtën për më tepër se 1 muaj të bllokuar procesin e zgjedhjes së Xhaferit në krye të institucionit më të lartë ligjvënës. Ky i fundit pret që pasi të jetë publikuar në gazetën zyrtare vendimi i parlamentit për zgjedhjen e tij, t'i drejtohet me shkrim presidentit Ivanov që t'ia jap mandatin shumicës parlamentare për formimin e qeverisë. Nëse Ivanov nuk e bën këtë brenda një afati prej 10 ditësh, atëherë parlamenti mund të kërkojë opsione të tjera në bazë të ligjeve dhe kushtetutës për ta formuar qeverinë e re. Tërheqja e deputetëve të VMRO-s nga kabineti i krye parlamentarit së bashku me thirrjen e presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov drejtuar Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar në zhbllokimin e procesit rreth formimit të qeverisë shikohen si zbutje të qëndrimeve kokëforta të tyre. Zhvillimet e reja pasuan dhunën e përgjakshme në parlament më 27 prill, ku disa ligjvënës të Lidhjes Social-Demokrate përfshirë kryetarin e partisë Zoran Zaev dhe drejtuesi i Aleancës për Shqiptarë Zjadin Sela morën lëndime nga bandat e sulmuesve. Sipas hetimeve të deritanishme, ndonse jo zyrtarisht, rezulton se sulmet të kenë qenë të dirigjuara nga strukturat të vetë shërbimit të sigurimit apo të autoriteteve të rendit. Sipas regjistrimeve të kamerave televizive dhe atyre të sigurisë së parlamentit, të paktën 2 deputet të VMRO-DPMNE-s u kanë hapur dyert sulmuesve dhe i kanë drejtuar ata për në ambientet ku ndodheshin deputetët e Lidhjes Social-Demokrate dhe të partive shqiptare. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.